deri tani, nëse domethënë e ke dëgjuar me vëmendje që po them, është që çdo njeri është i gabueshëm dhe kur them çdo njeri, po flasim për njerëzit. Unë nuk mendoj që kryeministrat janë super njerëz. Nuk mendoj që janë qenie që na vinë janë alien, janë njerëz. Dhe kur të them që çdo njeri është i gabueshëm, ti ke një njeri në studio që ta thot këtë gjë. Sa po diskutuam për atë që unë e konsideroj si është në terma të përgjithshëm. Është një përgjigje diplomatike, formale, në terma të përgjithshëm. Unë nuk kam dëgjuar të dalë dikush edhe thot kryeministri këtë ka gabim. Në kohë fushate e pret këta, apo e ke kështu në përgjithësi? Po jashtë fushate, lëre fushatën, se okay, fushata është fushat në të tëra raste. Është fushat, dakor. Se kam parë, nuk e di, ose se kam parë në nota shumë të larta, në përqindje të larta dhe s'më është fiksuar, ndoshta edhe ka raste që ka ndodhur, po edhe prandaj krijohet dhe perceptimi që sigurisht dhe gratë rreshtohen te kryetari. Është perceptim ky. Patjetër, edhe unë prandaj po them, dhe në fakt ato perceptimi tjetër i imi është që ajo që ne marrim në analizë dhe i vëmë një lente super të madhe janë gratë. Jo, dakor, se në bisedën po e bëjmë për pjesën në Partinë Socialiste, e njëjta situatë edhe në Partinë Demokratike, po ti je nga Partia Socialiste. Jo, s'është fare e njëjta situatë. Nuk ka fare të njëjtën situatë e Partia Demokratike. Unë sapo të përmenda faktin që në 12 qarqe të vendit nuk kisha asnjë drejtues politik grua. Si është e njëjta situatë. Domethënë s'bëhet fjalë fare për njëjtën situatë. Bëhet fjalë për dy ndryshoni, po. Bëhet fjalë për dy situata totalisht të ndryshme. Dita ndryshoni, është vërtet. Në statistika ndryshoni. Nuk është fjala vetëm për statistikat, se ne nuk po flasim për një kryetare bashkie si statistik, po flasim për një grua që drejton një bashki. Ne nuk po flasim për një ministre që drejton vetëm një ministri, po flasim një grua që drejton një ministri. Këto nuk janë statistika, janë njerëz real me kontribute reale aty, që nuk kanë nga mbrapa burra që i drejtojnë edhe këto janë aty, janë ulur vetëm se duhet plotësuar një statistik. Kështu që për këtë arsye them që kur flasim për njerëzit dhe kur flasim për pjesën e arritjeve, pjesa e promovimit grave në politik, patjetër që është një merit e padiskutueshme e Partisë Socialiste, se ti nuk e shikon nga ana tjetër. Edhe do ishte një gjë fantastike në fakt që ta shikoje. Se unë mendoj që edhe gratë të mençura të Partisë Demokratike, sa më shumë të ishin në ato lista, veçanërisht listat e mbyllura, aq më nder do i bënte politikës në Shqipëri. Si po të duket me qira fjala fushata e kundërshtarëve? Fushata që bën zoti Berisha, pa diskutim që është një fushat ndryshe nga herët e tjera. Për mirë? Ndryshe nga herët e tjera ku ka pasur absolutisht një narrativ të tmerrshme, edhe ne të gjithë mbajmë mend historinë e narrativës së kryetarit të Partisë Demokratike, që nuk pyeste burra apo grua, po i hynte me libër shtëpie çdo gjëje. Ndryshe nga, unë mendoj që kjo mund të jetë një nga meritat e Lacivitas, që fushata nuk ka qenë me kaq shumë tone agresive. Megjithatë ne e dim shumë mirë që në fakt fushata e vërtet ndodh në këto 10 ditët e fundit. Edhe do shohim se cili do jetë diskuri që po çështja që po diskutohet kaq shumë ditët e fundit për lobimin. Si të duket? Lobimi pjesa e 6 milion dollarëve. Mendoj që do t'i bënte nder Partisë Demokratike ta kishte deklaruar vetë para. Domethënë tani unë s'e kuptoj akoma se si ka njerëz që mendojnë që janë ca gjëra që veçanërisht kur bëhet fjalë për të tilla shifra që ti mund t'i mbash fshehur asi. Një nga elementet që ne nuk dim akoma është sa është kontrata që është paguar Lasivita. Ne nuk e dim ende sot e kësaj dite. Që normalisht tregon për mënyrën absolutisht jo transparente se si ti e bën fushatën. Po mirë, raste ngjashme në këtë vend janë regjistruar dhe më herët, edhe nga liderë të tjerë. Të tipit? Ti kujton besoj, po edhe Rama edhe Meta, gjithë janë përfshirë në lobime me shifrat majme, në kontrata me shifrat majme. Për shembull, po lexoja një analizë, gaboj nëse do të mundohesha në këtë moment të rikujtoja emrin, kush e kishte shkruar, që vinte në dukje për shembull kontratën e kryeministrit Rama me çiftin Blair, për shembull, në Britaninë e Madhe, për konsulencë me shifrat majme, disa vjeçare. Domethënë, të gjitha këto edhe lobimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë, pra nuk është një rast i lokalizuar në Partinë Demokratike, ëh? Pjesa e lobimit. Praktike e njohur. Patjetër, pjesa e lobimit është profesion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë lobimi, lobisti janë njerëz që
e nxjerrin bukën e gojës nëpërmjet kësaj gjëje. Pra, nëse ne e themi këtë gjë, jemi dakord që kjo nuk është një gjë e palishme. Por ajo që bën një diferencë shumë të madhe është që kontrata me Tony Blair ishte një kontratë si ta çojmë Shqipërinë përpara. Kontrata $6 milion e Sali Berishës është që si të heqim non gratën për Berishën. Unë nuk shoh këtu ndonjë letra nuk shoh këtu ndonjë aty në letra sfiguron. Po, ndërkohë ti për çfarë mendon që është, për çfarë është kontrata? Jo, në letra edhe aty për Shqipërinë më të mirë flitej. Kështu që nëse mbetemi me letra. Nga pikpamja e letrave të mendon që 6 milion që është. Ato që lexoj aty zez në të bardh, se nuk e di prapa skenat. Është tjetër kur ti ke qeverinë dhe përpiqesh që si ti çosh përpara dhe merr konsulent për të çuar përpara proceset e politikbërjes, vendimarrjes, si të ketë benefite Shqipëria. Është tjetër kur ti je në opozit, ke një titull që është non grata dhe paguan $6 milion. Dhe këtë nuk e bën transparente, po e nxjerrin mediat. Nëse çdo gjë ishte kaq transparente, ti e lobon dhe thua që un po loboj që Shqipëria madhështore të bëhet sërish e madhe siç ka qenë dikur, që un nuk e gjej se kur ka qenë kjo Shqipëria dikur e madhe dhe ne po e rinxjerrim sërish. Kështu që për këtë arsye them që $6 milion nuk i ka hedhur as Gruevski, që u përpoq edhe ai të hiqte pjesën e vet dhe të lobonte për të ndryshuar imazhin që kishte në departamentin e shtetit, se edhe kontrata e Gruevski ka qenë $1 milion. $6 milion nuk është unë mendoj që të heq ty të gjithë mundësinë si parti politike dhe si opozit për të diskutuar për të folur për parat pista, për të folur për histori korruptive etj, se $6 milion janë një shifër wow. E mbyllim me një parashikim për 11 maj. Në 11 maj një parashikim, po themi me këmbë në tokë, afër shifrave, nuk po them që ta bësh me numër eksakt. Unë në 11 maj po flas për qarkun e Tiranës. Mendoj që Partia Socialiste merr pa diskutim 18 mandate, ka shumë gjasa të marri edhe 19 mandate. Me të ky është parashikimi që kam unë, me aq sa shoh unë në terren, me aq sa shoh nga njerëzit që punojnë për ditë me njerëzit edhe që patjetër kanë perceptimin e tyre. Po në rang vendi? Në rang vendi patjetër që mendoj që është forcë qeverisëse. I kalon 70. Pa asnjë diskutim. Opozitën e sheh, domethënë Partinë Demokratike me një numër të përqendruar mandatesh, apo këtë radhë seriozisht do të shpërndahen shumë mandate në forcat e reja? Unë mendoj që në fakt Partia Demokratike sigurisht nuk mund të ketë mandatet që ka pasur në 2021, për shkak se një pjesë e këtyre mandateve do i shkojnë partive të reja.